të intensive fushatet. Kemi hequr për pak momente nga atje. Flasim mirë për Brain Gain. Brain Gain ka pasur tani një iniciativë që po lëviz në të gjithë Shqipërinë në mbështetje të kandidatëve që e kërkojnë këtë mbështetje. Kërkon ndihmë, pranon ndihmë, është slogani. Çfarë do thotë kjo? Po gjyshi dhe më pas babai më thoshin gjithmonë një shenjë shumë e madhe zgjuarësie, urtësie të kërkosh ndihmë, të dish të kërkosh ndihmë, të dish të pranosh ndihmë, edhe në krahun tjetër sigurisht të dish të japësh ndihmë. Neve në politikën shqiptare jemi munduar gjithmonë të sjellim modele, dhe në modelin e përplasjes madhe që ekziston të trysnisë të tensionit, ne sjellim modelin e solidaritetit në betejë. Ne kemi hapur një propozim në fillim për disa kandidat, kërkon ndihmë, pranon ndihmë, dhe kemi shkuar në gjithë Shqipërinë në shitur kombëtar, sepse është edhe kjo ideja që kemi shprehur shpesh në studion tuaj që të japim, të jemi aty ku jemi më të dobishëm, të jemi aty ku mund të jemi më të efektshëm sipas profilit të gjithë secilit. Ne si antar departamentit Brain Gain, për shkak se shumica janë jashtë shtetit, kanë gjetur edhe këtë mënyrë të angazhimit nëpërmjet propozimit konkret çdo kandidati që e kërkon, propozime mendime strategjike, sloganesh, strategji fushate në terren, në rrjetet sociale, sepse këtë dim të bëjmë mirë. Dhe ne thrasim çdo demokrat që të angazhohet atje ku dim të bëjmë mirë, siç din të bëjë sipas profilit dhe karakterit vet, dhe faktikisht ka gjetur një rezonancë shumë të madhe kombëtare. Me 140 kandidatë të listës hapur, janë 27-28 që na ka kërkuar ndihmë. Janë mbi 15 kandidatë që kemi takuar fizikisht, ne bëjmë një takim online që të ndihmojmë pak për përgatitjen, dhe takime fizik, dhe kemi parë, duhet thënë sa më shpesh të jetë e mundur, kemi parë kandidatë me profile të jashtëzakonshme. Kandidatë që mua më kanë frymëzuar dhe kolegët e tjerë departamentit jashtëmase shumë. Dhe këtë po mundojmë që të sjellim edhe siçasi në fushat. Duhet flasin kandidatët për çfarë sjellin ata vet, profilin, karakterin, besueshmërinë që ata kanë, që dhe njerëzit të kuptojnë që dhe ky program që është thelbësor për Shqipërinë madhështore do realizohet